Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit, falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, paqja e betimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit të Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, betimet, mirësia dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Ju kërkoj ndjes për shkputjen e live të parë për arsye teknike të linjës së internetit. Siç e thash, sot do të flas për cilësitë e shoqërisë ose shoqëruesit të mirë. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë, shoqëruesi i mirë është një mirësi, ndërsa shoqëruesi i keq është një dënim. Nga kjo thënie e Imam Aliut paqja qoftë të mësojmë një parim shumë të rëndësishëm të jetës, dhe ai parim është se shoqëria e mirë është dhuratë dhe bekim, sepse ajo të afron te Allahu, të forcon moralin, të nxit për drejtësi, për durim dhe për pastërti të zemrës. Shoqëria e mirë të ndihmon të rritesh dhe të përmirësohesh, ndërsa shoqëria e keqe është sprovë dhe dënim, sepse të tërheq drejt gabimeve, gjunaheve, të dobëson besimin, të prish karakterin dhe të largon nga e mira. Zgjedhja e njerëzve që afron pranë vetes përcakton cilësinë e jetës dhe të ardhmës tonë. Feja islame është fe shoqërore. Ajo i kushton rëndësi zgjedhjes së shoqëruesit në këtë jetë. Sigurisht që shoku i mirë apo shoqëruesi i mirë ka disa cilësi, të cilat duhet të njihen dhe të merren parasysh që mbi bazën e tyre të zgjidhet shoku i duhur apo shoqëruesi i duhur. Për atyre cilësive të shoqëruesit të mirë janë: e para, të ndihmojnë në rregullimin e fesë dhe të jetës. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, shoqëruesi quhet i tillë, pra quhet shoqërues sepse të shoqëron drejt rregullimit të fesë sate. Pra, kush të ndihmon në rregullimin e fesë tënde, ai është shoqëruesi i vërtet. Ky hadith na mëson se shoku i vërtet është ai që të ndihmon në përmirësimin e fesë, karakterit dhe të jetës tënde, dhe atë që është pra më e mira. Shoqëria e mirë të afron te Allahu, ndërsa shoqëria e keqe të largon prej tij. Prandaj vlera e shokut matet me ndikimin e tij në udhëzimin dhe përmirësimin tënd në këtë jetë. Cilësia e dytë, të jetë për njerëzve të devotshëm. Imam Sadiq paqja qoftë mbi të ka thënë, kërko shoqërim me të devotshmit, qoftë edhe në errësirat e tokës, pra në vendet të largëta e të vështira. Edhe sikur ta shpenzosh gjithë jetën duke i kërkuar pra të devotshmit, bëje këtë, sepse Allahu i madhruar nuk ka krijuar në faqen e tokës askënd më të mirë se ata, pra të devotshmit, pas profetëve dhe eulijave. Allahu nuk i ka dhënë njeriu ndonjë dhunti më të madhe se sa suksesin për të shoqëruar ata, pra të devotshmit. Allahu i madhruar thot në atë ditë, pra ditën e gjykimit, miq do të jenë armiq të njëri tjetrit përveç të devotshmëve. Ka thënë Imam Sadiq alayhis salam, na mëson se shoqëria e njerëzve të devotshëm është një nga mirësitë e mëdha të Allahut. Ata janë burim udhëzimi, qetësie dhe qëndrueshmërie në fe e në jetë. Shoqëritë që nuk bazohen në devotshmëri shpërbahen në ditën e gjykimit, ndërsa shoqëria me të devotshmit mbetet dhe të çon drejt shpëtimit.
Cilësia e tretë është të jetë i mençur dhe i urtë, pra shoqëruesi të jetë i mençur dhe i urtë. Imam Kadhim, paqja qoftë mbi të, i ka thënë njërit prej shokëve të tij: O Hisham, ruhu nga shoqërimi dhe afërsia me njerëzit, përveç kur të gjesh ndërta një njeri të mençur e të besueshëm, atëherë shoqërohu me të, pra me të mençurin, me të besueshmin. Por prej të tjerëve largohu, ashtu siç iket nga bishat e egra. Nga kjo porosi e Imam Kadhim, paqja qoftë mbi të, nxjerrim apo mësojmë disa mësime thelbësore. Së pari, shoqëria ka ndikim të drejtë për drejtë në karakter dhe në fe. Prandaj, njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm se kë zgjedh pranë vetes së tij. Së dyti, jo çdo person është i përshtatshëm për t'u afruar. Shoqëria me njerëz të pamend, të pasigurt apo me moral të dobët është e rrezikshme dhe mund ta dëmtojë njeriu ashtu siç e dëmton një bishë e egër. Së treti, shoqëria e vërtet bëhet vetëm me një njeri të mençur dhe të besueshëm. Këta janë të vetmit që të përmirësojnë, të këshillojnë drejt dhe nuk të mashtrojnë. Së katërti, ruajtja e vetes është përgjegjësi fetare. Largimi nga shoqëritë e dëmshme nuk është arrogancë, por mbrojtje e moralit dhe e fesë. Prandaj, zgjill shok të mençur e të besueshëm, sepse ata të ngrenë, ndërsa shoqëria e gabuar të shkatëron. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: zhvillimi i zemrave dhe pastërtia e tyre arrihet përmes shoqërimit me njerëz të mençur. Gjithashtu Imam Aliu ka thënë: shoqërohu me njeriu me mendje dhe me fe, sepse ai është shoku më i mirë. Në këto dy thënie të Imam Aliut mësojmë se zemra e njeriu pastrohet, qetësohet dhe përmirësohet kur shoqërohet me njerëz të mençur dhe të devotshëm. Shoku i vërtet është ai që ka mendje të shëndosh dhe fe të drejtë, sepse ai të udhëzon, të ruan nga gabimet dhe të ndihmon të rritesh shpirtërisht dhe moralisht. Në anën tjetër, shoqëria e gabuar e dëmton zemrën dhe e largon njeriu nga e mira, nga drejtësia. Prandaj, zgjidh shok të mençur dhe të devotshëm, sepse prej tyre pra vjen pastrimi i zemrës dhe përmirësimi i jetës. Gjithashtu Imam Aliu ka thënë: shoqërimi me të urtët është jetë për mendjen dhe shërim për shpirtin. Cilësia e katërt, të jetë ndalues i padrejtësisë dhe i dhunës. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shoku i vërtet është ai që të ndalon nga padrejtësia dhe nga dhuna dhe të ndihmon në bamirësi dhe në mirësi. Cilësia e pestë, të mos flas keq për ty kur zemërohet me ty. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush nga vëllezërit e tu zemërohet me ty 3 herë dhe nuk thot asgjë të keqe për ty, merre atë si mik për veten tënde. Nga kjo thënie Imam Sadikut mësojmë se shoku i vërtet është ai që e kontrollon veten edhe kur zemërohet me ty. Ai nuk flet keq, nuk shpërthen dhe nuk të lëndon me gjuhë, edhe pse mund të ketë arsye për të mërzitur. Kjo tregon se ai ka karakter të fortë, moral të lartë dhe sinqeritet në shoqëri. Prandaj, nëse dikush zemërohet 3 herë me ty dhe e ruan gjuhën dhe respektin ndaj teje, ai është një shok i rrallë, i besueshëm dhe i denj për të mbajtur pranë. Cilësia e 6, të jetë këshillues kur sheh ndonjë mangësi të tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shoku i sinqert është ai që të këshillon për mangësinë tënde, të ruan në mungesën tënde dhe të vë para vetes kur ka nevojë për shkak.
Nga kjo thënie Imam Aliu mësojmë se shoku i sinqert nuk është ai që thjesht të buzëqesh apo të lavdron, por ai që të do me zemër dhe tregon vlerë në 3 mënyra. Së pari të këshillon për mangësitë e tua, pra të ndihmon të përmirësohesh, e jo të mbetesh në gabim. Së dyti të ruan dhe të mbron në mungesën tënde, duke të mbrojtur nderin dhe reputacionin tënd. Së treti të jep përparësi ndaj vetes kur ke nevojë, duke treguar bujari dhe besnikëri. Kështu që shoku i vërtet është pasqyrë e sinqert, mbrojtës i ndershëm dhe mbështetës dhe sakrifikues. Ai është një thesar që duhet vlerësuar dhe duhet ruajtur. Cilësia e 7, të ndihmojë në bindje ndaj Allahut. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë, ai që të ndihmon në bindje ndaj Allahut, ai është shoku më i mirë. Shoku i mirë është ai pra që të afron tek Allahu, të ndihmon në rregullimin e fesë dhe është prej të devotshëm. Ai është i mençur, i besueshëm dhe të shton dituri, të ndalon nga padrejësia, nuk të përgojon, as kur zemrohet, të këshillon me sinqeritet për mangësitë e tua dhe të ruan në mungesën tënde. Është bamirës, i drejtë dhe të ndihmon në bindje ndaj Allahut. Shoqëria me këtë sjell mirësi në zemër dhe stabilitet në jetë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, shoqërohuni me të mirët, sepse nëse bëni ndonjë të mirë, ata ju lavdrojnë, dhe nëse gaboni, nuk ju qortojnë ashpër. Pra këto ishin 7 prej cilësive të shoqëruesit të mirë, të cilat të cilësi ne duhet t'i dim, t'i njohim, dhe mbi këtë cilësi të bëjmë zgjedhjen e shoqëruesit në jetën tonë, sepse shoqëria në këtë jetë ka ndikim të madh, qoftë pra në jetën e kësaj bote, por ashtu edhe në jetën e përtejme. Elusë Allahun që t'jene për atyre që shoqërohen me njerëz që u sjellin dobi, me njerëz punë mirë, me njerëz me besim, me njerëz pra me zemra të pastra, me njerëz të sinqert. Allahu na fal të gjithëve, Allahu ju bekoftë ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.